Përshëndetje shikues të dashur të Klan Kosovës, ja ku po takohemi sërish së bashku me emisionin Familja ime. Ashtu si çdo fundjavë, ky emision ka trajtuar tema të ndryshme dhe të rëndësishme, si për të rriturit, ashtu edhe për fëmijët. Jemi munduar që çdo fundjavë t'ju ofrojmë këshilla të ndryshme që besoj se deri më tani duhet ju kenë hyrë në punë. Këtë besoj se do ta bëjmë edhe sot, me që do të flasim për internetin, konkretisht për rrezikshmërinë e qasjes së fëmijëve në internet. Jo përvoja, naiviteti dhe sinceriteti i pastërt i fëmijëve mund t'i çojë ata drejt rreziqeve online. Në moshën digjitale, çdo fëmijë është vetëm një klik larg nga faqe të ndryshme që me gjas kanë përmbajtje të rrezikshme dhe të papërshtatshme për moshën e tyre. Për të diskutuar më shumë rreth kësaj çështjeje, të ftuar në studio kemi Teuta Zymeri nga Qendra për Studime të Avancuara FIT, Ilire Zajmi, nën, njëkohësisht shkrimtare dhe gazetare, si dhe Edona Hyseni Shotani, psikologe. Po ashtu nuk do të mungojnë as historiet e përgatitura nga koleget tona Majlinda Lapashtica dhe Agnesa Demaj. Fillimisht, do të shohim së bashku rubrikën e këshillave nga shoqata Autizmi këtu në Prishtinë. Dhe krejt në fund, unë falenderoj sponsorin ton, butikun Lefon. Përshëndetje, po takohemi prapë me këshillën radhës nga shoqata e autizmit. Këshilla ime për sot është se si të shfrytëzojmë kohën e lirë në mënyrë që fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë e reja. Ergoterapia është disiplinë e cila ka për qëllim shfrytëzimin e aktiviteteve fizike për të trajtuar një çrregullim. Dim se fëmijët me autizëm shfaqin probleme në fusha si komunikim, bashkëbisedimet e tjerët, interesin e tyre, aktivitete të ndryshme apo edhe në lojë. Në këtë rast, roli i terapistit është që të rrisë bashkëveprimin me fëmijët nëpërmjet aktiviteteve ditore. Njëra ndër aktivitetet ditore është shëtitja, gjë që ka rëndësi të madhe në shumë fusha të ndryshme. Me anë të shëtitjes, fëmia rregullon ecjen në mënyrë të duhur, gjë që ka rëndësi për fizionominë e fëmijës, gjithashtu e ndihmon sjelljen e fëmijës në rrugë, park apo dyqan, ku me anë të kësaj fëmia mund të përshtatet në ambiente të ndryshme apo në zhurma të ndryshme. Këshilla ime është që me anë të shëtitjes në rrugë, fëmia mëson që të ecë në vendin e duhur ku është përkëmsuar, të presë në zebra, të shikojë në semafor, të shikojë ndonjë makinë, të ecë paralel me persona të tjerë e tjerë. Nëse bëhet shëtitja në park, ju mësoni fëmijën që të ecë në mënyrë të duhur, të mos vrapojë, të shikojë ndonjë kafshë, të cilën ka mundësi të mos friksohet prej saj, të shikoj fëmijët duke luajtur, të bashkëveproj me ta, gjë që i ndihmon fëmijës të socializohet. Gjithashtu, për fëmijën është më rëndësi edhe vizita në dyqan, ku i mundësohet fëmijës të mësoj të zgjedhë artikullin cilin ai dëshiron, të mos i prek artikujt e tjerë, të pres në radhë për ta kryer pagesën, të marr parat e tjerë. Shëtitja është aktivitet që mund të bësh çdo ditë, kështu që këshilla ime është që të dilni sa më shumë me fëmijët në shëtitje, dhe sepse është e dobishme për fëmijët dhe ju pëlqen shumë. U rikthyem në studio, faleminderit të gjithë ju që në këto momente po shoqëroheni me emisionin Familja ime këtu në Klan Kosova. Do të flasim për internetin, i cili është bërë pjesë e pandashme jetës sonë, duke ofruar informata pa kufi si ato argëtuese, po ashtu informuese. Mirë po, ekzistojnë edhe rreziqe potenciale, pra që rrezikojnë privatësinë dhe sigurinë e shfrytëzuesve të tij, veçanërisht atë të fëmijëve dhe familjarëve të tyre. Zonja Ilire, po filloj fillimisht me ju. Ju si prind, si mendoni, janë të rrezikuar fëmijët tanë nga përdorimi jo i sigurt i internetit? Natyrisht që janë të rrezikuar nga përdorimi i internetit. Rreziqet janë nga më të ndryshmet. Në radhë të parë mendoj që nuk ka siguri, kush fshihet pas atyre profileve, sidomos në rrjetet sociale, kur fshihet pas atyre personave cilët shpesh herë inkuadrohen në lojrat e fëmijëve, cilët janë ata persona cilët mund të abuzojnë me të dhënat të cilët pa dashje fëmijët mund t'i plasojnë në llogaritë e tyre në ato faqe të cilat i shfletojnë. Gjithashtu mos të harrojmë edhe ato rreziqe tjera për cilat sigurisht ekspertët do diskutojnë më vonë, siç është trafikimi i fëmijëve,
dhuna e cila ushtrohet nga çmimet e ndryshme, apo si quhet ndryshe cyber dhuna, deri te trafikimi dhe krimet e ndryshme të cilat mund të ndodhen. Po ju si prind, çfarë keni ndërmarrë në këtë aspekt? Tani, nëse them se ja kam ndaluar përdorimin e internetit, natyrisht kjo është e pamundur. Gjenerata të cilën e ka rritë me një farë forme, nëse mund të them kështu, interneti, e ka eduku, po e fusën thojza, sa është edukative, kjo sigurisht që është çështje të cilën do ta bisedojmë këtu, është e pamundur që ne t'ja ndalojmë përdorimin e internetit. Mirë po, ajo që ndoshta një prind i kujdesshëm mund të bëj, është ta kontrolloj fëmijën, Po. çfarë përmbajtjesh shfleton, me kënd bisedon, tërkohën në ato chat rooms, sidomos e bisedimeve, format ndryshme të rrjeteve sociale, të cilat fëmiu i përdor qoftë në komunikim me shokët e tij, apo larg qoftë me personat pa njohur, sepse pikërisht aty është rreziku. Dhe në anën tjetër, besoj kufizimi i kohës, nëse kjo mund të bëhet. Po, kam 2 fëmijë me të cilët vazhdimisht punoj, të cilëve ju flas për rreziqet të cilat mund të dalen nga përdorimi jo i kujdesshëm i internetit, sepse ne përdorim internetin, mos harrojmë tani, nuk mund të themi se gjithçka është e keqe, gjithçka është e zezë, gjithçka është e rrezikshme, nuk mund ta themi ashtu. Mirë po, megjithatë mendoj që një kujdes, një vetëdijsim, një bashkëbisedim është gjithmonë shumë i nevojshëm. Po. Do të kthehesha tani tek psikologja, fillimisht për gëzime për emrin, më pëlqen shumë. Është fjala për Edonën. Çfarë mendoni ju si duhet folur me fëmijët? Po, do me thonë, është një temë mjaft e ndihshme, që kohët e fundit ka bërë mjaft dëbuje dhe do me thonë prej pas luftës e këndej, është mjaft e shprehur në shoqërinë tonë. Prindrit duhet me dojë mos t'jenë, do me thonë, gjithmonë prezent afër tyre. Gjithmonë, nëse mund të them se janë shumica ata që punojnë, por në kohën të cilën ata mundën ta gjejnë më të përshtatshme. Është e rrugës që nëse veç fëmijë është në moshën më të rritur, që si ku zonja, nëse është faza më e ndihshme është mosha 12 deri në 18 vjeçare. Nëse veç fëmijët i kanë të kësaj moshe, patjetër prindërit duhet të bisedojnë me fëmijët e tyre. Kjo është rregulli i parë, nëse mund të cekët, nëse ai veç don ta hap një profil ose një faqe ose çka dëshiron ai të hulumtoj përmes internetit. Duhen disa këshilla t'i marrë nga prindërit e tij, më pas të vendos të hap ose të hulumtoj ose të eksploroj. Nuk janë vetëm disa avantazhe të internetit, kemi mjaft edhe avantazhe që janë disa fëmijë hulumtojnë për mësim, për edukim, për gjitha këto, por gjithmonë prindi duhet të jetë në mbikëqyrje ose ta vendosë ndonjë sistem parental control ose diçka që mund ta monitoroj më pas atë se çka fëmiu ka hulumtuar, se çka ka shiqur, se gjitha këto. Po për këtë prindi duhet të jetë informuar mirë. Ndoshta jo shumë mirë. Po është e pamundur me teknologjinë informative, por ti di së paku se si mund t'i kontrolloj. Është ashtu. Janë disa, do me thonë, trajnime ose dikun ku prindrit vetëm kanë fillu të vetëdijsohen, ti ndjekun dhe ti përcjellin ato që të kenë më shumë ndikim tek fëmijët e tyre, që ti orientojnë ata, të njoftojnë me gjërat e rrezikshme dhe ato të cilat janë më, do me thonë, profitabile për fëmijën e tyre e gjitha këto. Po. Zonja Tauta, ju në organizatën tuaj keni bërë edhe hulumtime të thella, ndoshta rreth kësaj çështje, kësaj problematike. Çfarë keni zbuluar? Qendra Fitveç ka 4-5 vite që mirët me këtë problematik dhe në kuadër të aktiviteteve të shumta kemi bërë edhe disa hulumtime. Hulumtimi i fundit ka qenë vitin 2014, që është bërë me dikun 1150 respondent të 7 regioneve më të mëdha në Kosovë. Fatkeqësisht ka dalë që fëmijët shumë pak e përdorin internetin pikërisht për të mësuar, për t'i bërë detyrat, për të kërkuar në web, diçka të re, informata të reja. Shumica e kohës, cilën e kalojnë ata, është përdorimi i rrjeteve sociale, lojrat e ndryshme, më thonë gjërat cilat në farë forme janë për t'u argëtuar, përdorimi YouTube, shikimi videove të ndryshme, mirë po shumë pak përdoret për surfim, për edukim. Një karakteristik tjetër, cilën nuk them drejtë, nuk e kemi pritjet në masë kaq të madhe, ka qenë edhe shikimi pornografisë. Sa fëmijët tanë brenda ditës shikojnë pamje pornografike,
thonë edhe kjo është një fakt mjaft shqetësues. Në kuadër të aktiviteteve tona, ne gjithmonë jemi mundu dhe mundohemi që përmes seminareve, ligjëratave të ndryshme, ti lidhim trekëndshin prind, mësimdhënës dhe fëmijë. Se nëse nuk funksionon ky trekëndsh ashtu si duhet, atëherë nuk mund të themi se kemi arrit diçka. Më thënë, shpesh jemi mundu t'i mbledhim prind në ligjërata, po ashtu edhe për mësimdhënës kemi bërë edhe materialet ndryshme, udhëzues të ndryshëm, qoftë për fëmijë, qoftë për mësimdhënës edhe prindër, në mënyrë që ata të kenë sa më shumë informata dhe të dinë si t'i qasen fëmijëve të tyre për t'i mbrojtë sa më mirë nga përdorimi i pakontrolluar dhe nga rreziqet e shumta që shfaqen në internet. Apo hasim bashkëpunim lidhje me mësimdhënësit edhe prindërit lidhje me këtë dukuri që me parandalu, mase dhe fëmijët janë ata që po rrezikohen në këtë aspekt. Po, mund të them që zakonisht kemi has, mirë kuptim, mirë po ne po e dim çfarë kohe po jetojmë, po e dim sa prindërit janë të ngarkuar me punë dhe kjo ndoshta shpesh u bën të pamundur që të marrin pjesë në ligjëratat cilat i ofrojmë ne. Ne mendojmë që ndoshta mediat janë ato cilat duhet më shumë të fokusohen në këtë problematik. Ndoshta një cikël me emisione duke i ndarë problemet edhe duke u marrë veç e veç me secilin problem, do të ishte informata më e lehtë për të shkuar deri te prindërit. Shpesh po them prindërit, ata cilët kanë qenë një herë në ligjërat, vetë kërkojnë të vinë ligjëratën e dytë. Domethënë se e shohin se sa larg kanë qenë nga informata të cilat është dashur paraprakisht i dim për mbrojtjen e fëmijëve. Më thënë, kjo është ajo që unë mendoj që në të ardhmen duhet edhe mediat jenë shumë më aktive dhe më bashkëpunuese në sigurinë e fëmijëve. Po nëse vetë prindi është informum, është mirë informum në këtë drejtim edhe është i vetëdijshëm për rreziqet të cilat i posedon interneti, nëse ai ka bashkëpunim të mjaftueshëm me fëmijën e tij, atëherë domethënë edhe fëmiu është më pak në ndikim të rreziqeve ndaj internetit. Mirë po edhe siç e thekët edhe te pornografia, gjitha këto gjëra domethënë ndaluara, këto me rregull kish me qenë, po përveç se ende nuk ka ndonjë rregullore për internet e për gjitha këto, që gjitha ato jenë me ndonjë kod ose pasvort të mos kalojnë ashtu që t'ju jep hapësirë dhe fëmijët me të vegjël t'i shiqojnë ato gjëra. Pastaj reklamat e ndryshme, janë ato që ndikojnë shumë negativisht në procesin psikik të organizimit, të personalitetit të vetë fëmijët, e gjitha këto kishin me qenë shumë të mirë së ardhura, ligjëratat dhe trajnimet si kur të kishin qenë të organizuara, edhe në atë ekip po të kishte qenë edhe ndonjë psikolog. Po besoj që sot e kanë shumë të lehtë edhe fëmijët të qasen vetëm nëse e kanë një email adresë, e kanë shumë të lehtë falsifikojnë, ta them ashtu kushtimisht, datëlindjen, edhe qasja është shumë e lehtë. Domethënë për këtë prindërit janë ata që duhet të jenë një hap para tyre, apo jo? Është vërtet, megjithatë desha të ndërlidhem pakës me zonjën Teut. Unë mendoj që do të ishte përveç mediave natyrisht që është tetë e rëndësishme që të vazhdimisht të lansojnë edhe të kenë fushata mediale për vetëdijsimin e fëmijëve dhe rreziqet të cilat ju paraqiten atyre nëse përdorin internetin jo të sigurt. Megjithatë, kujtoj që një rol jashtëzakonisht edukativ duhet ta luajë edhe arsimi apo shkolla. Unë pash që disa broshura janë punuar nga një organizatë jo qeveritare. A duhet ja lëm një problematik kaq të rëndësishme për gjeneratat tona vetëm një organizate jo qeveritare, e cila megjithatë në këtë aspekt unë kujtoj që po bën shumë. Mirë po, kjo nuk mjafton. Të merret Ministria e Arsimit, të merren edhe faktor tjerë, të cilët do ta sensibilizonin më shumë këtë temë, dhe ndoshta pse jo të futet edhe ku e di, si lënd në shkolla kjo. Pikërisht desha të si edukim medial fundja. Po, ti ndoj disa informata me që unë jam vazhdimisht duke u marrë me këtë problematik. Është fatmirësisht është bërë një strategjia për krimet kibernetike, në kuadër të cilës shihen shumë vetëdijsimi edhe i fëmijëve në këtë aspekt. Me thënë, një rol të madhe ka Ministria e Arsimit në zbatimin dhe implementimin e kësaj strategjie, ku parashihen që të bëhen udhëzues për mësimdhënës, për prindër, për fëmijë, cilat do të ishin të licencuara dhe do të përdoreshin në shkolla. Më thënë, ndoshta do të jetë njëherë një material ekstrakurikular që do t'i ofrohet
fëmijëve në shkolla, po ashtu edhe mësimdhënësve, ma vonë parashihet që edhe mësimdhënësit të trajnohen paraprakisht, që të dinë të transmetojnë sa më mirë këto informata tek fëmijët, dhe kështu ndoshta pak a shumë do të zbutej situata. Për momentin këto janë vetëm letër, është duke u punu nga pak, nuk mund të themi që nuk është duke u punu edhe institucionalisht në këtë aspekt, mirë po si zakonisht e ne shkojnë gjërat pak më nga dalë. Vlen të theksohet se një rol, unë s'paku si e shoh, e ka edhe regulatori i telekomunikacionit këtë aspekt, sepse janë ISP-t apo provideret e internetit cilët na ofrojnë internet, edhe ata duhet të kemë pak a shumë kontroll. Për shembull, nëse një paku familjare i ofrohet një familje, atëherë mendoj që në vend atje te interneti ku shpërndahet para se të rri në shtëpitë tona apo në shkolla të jetë i filtruar për ata që vërtet dojnë paku familjare. Të ketë të filtruara disa faqe cilat nuk janë të përshtatshme për fëmijët. Mirë, po duke pasur parasysh që kemi ndoshta me qindra mira e ndoshta edhe miliona faqe të ndryshme që janë krijuar në përballje. Problematika është pak më komplekse për shkak që ne enden, siç edhe shpesh arsyetohen këto organe, nuk i kemi kodin telefonik, nuk i kemi të gjitha gjërat nën kontroll ashtu si shtet, jemi duke u ndërtu si shtet. Ndoshta me kohën edhe ne do të ecim përpara. Kjo problematikë është problematikë globale. Në Evropë, për çdo vit ndahen fonde shumë të mëdha nga Komisioni Evropian, pikërisht për këtë temë, domethënë për sigurinë e fëmijëve në internet. Po ndoshta tek ne apo e kam përshtypjen unë që përdoret pak më shumë interneti? Po, në bazë të hulumtimeve tona ka dalë që te ne përdoret më shumë. Po. Sidomos Facebooku ka qenë, ne kemi bën një krahasim me shtetet evropiane dhe Kosova ka dalë në vendin e parë që përdoren rrjetet sociale, sidomos Facebooku. Pikërisht prej anës fëmijëve. Dhe ajo çka është pak më shqetësuese në këtë aspekt është që e dim që Facebooku e ka moshën e lejuar prej 13 vjeçë përpjet. Po, e kanë shumë të lehtë, që thash edhe më herët. Mirë, po, shumica fëmijëve dhe 9 vjeçarë, se ne kemi pas grup moshën prej 9 deri në 16. Grup moshën cilën e kemi targetuar në këtë hulumtim. Shumica fëmijëve 9 vjeçari kanë mbi 500 shok, mbi 1000 shok. Kjo tregon se sa ata janë tofta të dinë dhe ta mirëmbajnë ashtu si duhet llogarinë e tyre. Përveç që kanë llogari e cila nuk ju lejohet me pas, ata shpesh edhe nuk dinë si ta mirëmbajnë. Me thënë, shpesh profilet e tyre janë të hapura, çka paraqet rrezik në vete, pastaj se kush do, qasja prej kujt do është shumë e lehtë. Po, Elira. Po, pikështu desha të vite përdorimi medjave sociale, me cili natyrisht që ka shënuar një boom teknologjik, u përmend puna e falsifikimit të vitit të lindjes, fëmijët e kanë shumë të lehtë deklarohen se nuk janë. Po, nuk janë minore. Nën 13 vjeç, edhe kjo është fare e lehtë. Mirë po, këtu është një problem tjetër që unë e shoh. E para është ndikimi. Fëmijët gjithmonë protestojnë. Nëse një shok i tyre ka hapur një llogari në Facebook, në Twitter, në Instagram, Snapchat e tjera, automatikisht është thjesht si një lloj sëmundje ngjitse. Ai ka, unë nuk kam, diçka nuk është në rregull. Edhe fëmiu ndihet i diskriminuar sepse nuk është në trend, nuk është në hap me teknologji, nuk është hap me gjeneratën. Dhe këtu është problemi. Kjo është e para. Atëherë prindit i ushtrohet një lloj presione. Unë si prinde kam këtë presion. Për shembull nga ana e vajzës e cila akoma nuk është 13 vjeç, edhe më thotë po mirë, ku është problemi? Gjitha shoqët e mia ka, unë nuk kam Facebook. Vazhdimisht proteston sepse i pëlqen edhe asaj të fotografohet e tjera e tjera. Problemi i dytë që unë e shoh këtu, edhe që lidhet jo me fëmijët, mirë po me prindrit e pandërgjetshëm, ekspozimi i fëmijëve, i fotografive të tyre, dhe ajo që është më e dhimbshme në gjithë këtë situatë, do të thoja që shpesh prindrit din aq keq të manipulojnë, edhe ndoshta ti paraqesin fëmijët e tyre si fotomodele, ti paraqesin veshje, ku e di unë, në zhveshje më mirë, kisha thënë, të lekurisuar, e tjera. Domthonjë kjo është e tmerrshme. Ne vetvetiu, ne si prind, po ja japim një keqpërdoruesi aty, mundësinë që nesër ai ta targetojë ndoshta fëmijën ton, të bëhet objekt i trafikimit, të bëhet objekt i ndonjë pedofili që atje është duke shikuar viktima të mundshme, sepse kjo është ajo që ndodh, kjo është rreziku. Edhe
bjen kontakt me fëmijën tonë, sepse ka fare të lehtë, edhe fëmijët ndoshta nuk e kanë të vështirë që t'i pranojnë edhe njerë që nuk i njohin. Po, ndoshta këtu ka raste që përfshihen më shumë prindrit se vetë fëmijët me fotografit e tyre, me postime, me gjitha këtë. Po, sigurisht, keme pasur raste kove të fundit, sigurisht që gjithë ju i keni pa, edhe unë jam dje shumë keq. Edhe e gjykoj atë nan edhe atë prind i cili i ka postu ato fotografi. Atjetër në lidhe me këta, na që kemi bo historien, me cilën fatkeqësisht po jemi dëshmitar një si shoqëri të shohim fëmijët në mënyra të ndryshme se si po bëjnë viktim, e sidomos e prindërve të tyre, ku kemi pa klipe të ndryshme nga fëmijët të vegjël duke imituar persona jo të duhur në lidhe me ta. Kemi parë, domethënë, klipe të ndryshme, po përveç klipeve tash po shohim edhe fotografi të ndryshme në rrjetet sociale ku vetë prindërit po i ekspozojnë fëmijët në forma të ndryshme që nuk kanë të bëjnë me ta, domethënë. Në këtë mënyrë, domethënë, janë vetë prindërit ata që i viktimizojnë fëmijët. Për me pa një përmbledhje të tilla shohim historien. Të vegjël, por me ambicje të mëdha. Truri i tyre shpej pranon informata dhe i merr ato si të sakta. Kjo nënkupton që duhet të kemi shumë kujdes se çfarë u mësojmë atyre. Poezia e këngë që rrëfin botën magjike të fëmijëve janë të shumta, të cilat i mësojnë sidomos në kopsht. Pas mëngjesit, fillojmë me takimin e mëngjesit, pastaj gjimnastikas në sfare, pastaj takimi mëngjesit, e kështu me radhë, pra me aktivitete tjera, ku fëmijët, pra gjatë këtyre aktiviteteve, pra marrim këngë, siç është Palaço, Leboroshi, kopshtin sa e dua, kopshtin teme, e kështu me radhë. Ne në rastet qofse dëgjojmë ndonjë fëmijë duke kënduar këto këngë që nuk duhet të ndëgjojmë, ata të vegjëlit, pra ne marrim ato, pra edhe ju tregojmë se si nuk bën të përdoren ato fjalë, por të morrin këngët e tyre që janë, pra për fëmijë. Fëmijë të shumt bien prej muzikave dhe videoklipeve pa vlera, duke imituar ata. Tulla pak me suqe, po telefoni dzë, unë me suqe, unë i thas. Këto video të fëmijëve përveç ndikojnë negativisht në ndërtimin e karakterit të tyre, gjithashtu ndikojnë në gjendje psiqike, emocionale dhe sociale. Sidomos pas disa vitesh kur rritën dhe e gjejnë veten në mesin e shumë ofendimeve dhe fjalëve fyse. Ata ju ndonë për penë. Ditëve të fundit, përveç këtyre videove janë publikuar edhe fotografi të papërshtatshme të një fëmije të cilat nuk përkojnë as pak me moshën e saj. U rikthyem në studio miq të dashur të emisionit Familja ime këtu në Klan Kosova. Jemi duke folur për mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet në internet. Rreziqet nga përdorimi i internetit rriten sa më shumë që fëmijët fillojnë të përmirësojnë shkatësitë e tyre në përdorimin e kësaj teknologjie. Në këtë mënyrë ata krijojnë edhe një lloj pavarësie e cila nxit në zbulimin dhe gjetjen e mjeteve dhe mënyrave për qasje në faqet e internetit që mund të jenë të dëmshme dhe të papërshtatshme për ta. Zonja Dona, do të rikthehem sërish tek ju. Cilat janë shenjat paralajmëruese që një fëmijë mund të jetë në fazën që është duke u rrezikuar nga përdorimi i jo i sigurt të internetit? Po, janë domethënë disa faza për të cilat kalon një fëmijë. Por këto më mirë se prindi askush nuk mund t'i vërej, përderisa ajo është prindi ose kujdesari, pavarësisht kush kujdeset për fëmijët në fjalë. Atëherë domethënë nëse ajo është i mbyllur në vetmi. Pastaj kalon kohë të tepruar në internet, momenti kur ai domethënë fik ose mbyll ose shpejton procedurën e largimit të gjanave në për të cilat ai ka qenë të hulumtu. Janë disa shenja që tregojnë se fëmiu po eksploron diçka që nuk është
lejume dhe knaqshme për prindërit, mirë po edhe tregon fazat në për të cilat fëmiu veç ka fillu të futet, diçka që nuk është e këndshme as për vetë fëmiun, as për prindin. Se në rast se ai hulumton gjana edukative, pastaj kemi raste kur hulumton për punë, por është e mosha pak me rritun. Do me thonë, tek të moshat e 18 vjeqare, fillon të hulumtoj gjana edukative, pastaj për punë, gjitha këto që nevojitën për jetën, mirë po kur është mosha me vogël, që ma e ndishmja është mosha 12 vjeqare, atëherë kur veç i ka këto shenja, do me thonë se veç ka fillu të destabilizohet paksa. Dhe kryon shokët e ti virtual. Do me thonë, a i bëhet asocial, largohet prej botës reale, fillon aty me shokët virtual, pas taj kontaktet, nuk është i interesuar më për shoqërinë, për lojrat, për moshën që ati takojnë. Mirë po mbyllët në atë botën e vetë, i ka mendimet e veta, dhe faktikisht është shkëput nga jeta reale. Si duen silur prindërit në rastin kër e kuptojnë që veç se fëmiju i tyre është përfshirë në këtë botë? Nëse veç e shohin që veç ka fillu, do me thonë se kemi shumë raste, veç kanë fillu edhe prind të vedisohen, do me thonë të kërkojnë ndihmë të psikologu, pastaj edhe raste të tjera pak hëzmënalte në psikiatri gjitha këto, atëherë do me thonë nëse e shohin, dhe nëse e shohin që diçka pak e ka tepru, ose është kysh në disa gjana që nuk i takojnë fëmijët ose moshës e ti, atëherë është e rrugës që edhe prindit të jetë i qetë. Mos ta merr me shumë panik pasi që ndikon negativisht në psikikën e fëmijut, varësisht prej moshës. Duhet gjetur edhe prindi mënyrën se si të reagoj, si të sillet, pastaj bashkëbisedimi me fëmijën e tij, ti tregoj dëmet që mund të shkaktoj. Siç e ceku zonja Ilire, mund të ketë kontakte me persona tjerë, do me thonë me pedofil ose diçka kështu lidhje, nëse veç ka arrit të një rast që kam pas rastin e caktuar me trajnu, do me thonë në shtëpi, ka qenë kur ka arrit të lej takim me personin që nuk e ka njoft heq. Ka pranu dhurata bile dhe nga më të shtrenjtat prej ati personi. Mirë po, gjithmonë, do me thonë për mes postës, nuk ka pas kontakt deri ditën që kalon takimin. Gjithmonë prindi ose kujdestari ose kush kujdeset për fëmijën, do ta përsjell fëmijën në atë takim. Asi si të mos lejohet vetë, nëse veç ka arrit deri te takimi. Për me evitu gjana, do me thonë, ma serioze, ma të këqija, kindapimet, pastaj dhuna psiqike, torturat e ndryshme që ju shkaktojnë fëmive, e gjitha këto është e preferueshme edhe takimi të ndodhë në ambientet publike, mos jetë në përvendet të fshihura ose... Do me thonë ta lejoni fëmijun që të shkoj deri tek takimi? Po nëse veç është fëmiju i moshës më madhore dhe ka vendos, duhet të jetë përsjellës me shku. Është i moshës më të rritur, do me thonë deri në 18 vjeqare. Nëse është ai vogël, pak më i vogël, nuk besoj që veç arrin deri në atë fazën nëse përcillet prej prindërve. Nëse ka, do me thonë, gjithmonë shprehit punës në atë familje, prindje përcjell. Tash është edhe e pamundur ti përcjellsh non-stop. Për arsye se secili fëmijë, ma mërmenja, nëse veç kanë edhe nëna atë fëmijë, është i kanë telefonat personal. Hiq mos të pas telefonin, ka laptop ose iPad ose diçka. Se përpara kur ka qenë vetëm një kompjuter, është e preferueshme të vendoset në kandin ku të gjithë mund ta shohin dhe ta përcjellin fëmijën e tyre çka po shiqon ai. Por nëse nuk mundën, se është e pamundur të përcillen, me telefona është tashmë veç e ka vështirësu, edhe një gjë që më shqetëson është se gjitha këto do me thonë janë pa pagesë. Këto rrjetet e ku kyqen gjithë ne janë të gjitha pa pagesë, kjo edhe e lehtëson punën e secilit fëmijë qysh në moshën më të hershme. Të kyqet e të krijojë profile, gjëra të ndryshme që janë shqetësuese për shoqërinë tonë, sidomos do të thonë për fëmijë. Dinamike po bën që prindërit një pjesë ditës punojnë edhe pjesën tjetër, do të thonë punën e tyre e kryjnë përmes telefonit. Ndoshta kjo është edhe një shembull tipik që fëmijët e marrin nga prindërit, do të thonë se në momentin e parë që shohin që prindërit tonë kohën rrin telefon edhe nuk ka kohë me vëzhgu shumë fëmijë, ndoshta për këtë arsye kemi ardhur deri këtu, do të thonë tek këto rreziqe. Ne shumë kisha preferuar që fëmijët që janë moshën, do të thonë më të vogël, sidomos te parashkollorët është një fazë shumë e ndihshme, që vetë fëmijët krijojnë atë mendimet, iluzionet e veta për botën reale, sa më pak t'ju lejohet. Këtu ndoshta do të ishte më mirë bashkëpunimi me edukatorët, bashkëpunimi me edukatorët, me mësuesit, edhe fëmijët i angazhojmë sa më shumë që të është e mundur. Edhe pse ajo edhe neve na, do me thonë, na nuk jemi të gatshëm për gjitha ato aktivitete për fëmijët tonë, pasi që punojmë, mirë po në për balet, sidomos vajzat janë shumë kurioztare dhe e duan këtë aktivitet, pastaj në për kurse, në për futboll e këto, mirë po edhe përmes rrjeteve sociale, ata krijojnë disa grupe. Për shembull grupin e futbollit ose muzikës ose ku ta diun, dhe përmes rrjetit social ata e gjejnë komunikimin, lën takime me shokët ose me shoqërinë
në të cilën ata e kanë, edhe e gjejnë vetën më letë. Një farë mënyre mund të them se shumë e ka lehtësu jetën, por në tjetrën anë janë edhe disa rreziqe dhe disa shkëputje prej familjes, prej rrethit, prej botës reale, që vetëm, do me thonë, veç kanë A janë faktorë prindërit cilët ne i shohim fëmijët prej klasës të parë deri në klasën e 5 ose në moshalla më të vogla, do me thonë që kanë telefon të vetin personal, kanë iPhone, kanë Samsung, do me thonë këto telefona të cilat kanë mundësi mi pas rrjetet sociale. Në momentin e parë që e shohim se shpesh jeta dinamike duhet me ra në kontakt me fëmijën, po mund me kon këta telefonat e thjeshtë cilët do me thonë pa mundësi me pas numrin e familjarëve dhe besa me ra në kontakt me ta. Edhe zonja Elir është pak problem se kur e ka. Po në momentin e parë që vëdjesohen gjithë prindrit, do me thonë kjo i kishko me e lirë. Në këtë rast unë isha ndërlidhë bashkëpunimin me mësuesit. Ndoshta do t'ishte mirë që të mirën vesh. Desha të kthehem edhe një herë të kjo çështja e fundit, po çështja e varësisë, kujtoj që është problemi madhor. Është varësia somatike. Mirë, po shpesh herë si e përmendi edhe Majlinda, problemi është që ne vetë si prind po i fusim në atë qorsofak. Pse drejt që e martë? Unë njoh nana, njoh familje që me fëmijë ndoshta prej moshës 2 vjeç, ja jep një telefon, e huton, sepse mendon që nëse ja jep atë telefon, fëmiu ka me çka të mirët, edhe nana në atë formë mund të bëj, është e lirë të zije, gatuaj, të merret me obligimet e saj. Nuk është kjo, nuk është formë edukimit. E din që fëmijën aty e gjenë. Fëmiju nuk lëviz dot prej vendit, por derisa ata ketë do me thonë telefonin në dorë. Bile më është qetësuese se po ndërlidh në është edhe kur ndoshta mburën që fëmiju 2 vjet po tim vetë mi kërku ato klipet në YouTube, që është për mu një të merë nështë qysh ti prej 2 vjet, po i mëson, po e din çka me lyp, edhe fatkeqësisht edhe një trend tjetër është që po ka edhe për fëmijët vegjël, sepse në këtë fazë jam unë me djalin 2 vjet që normalisht ka periudha kur edhe unë e ilshoj ka faqe sponsorume të disa filmave të animum që nuk janë absolutisht për moshën e tij adekuate. Edhe do të thonë këta fëmijë cilët janë pak më të mësuar ndoshta vetë me telefon, atër ato faqe u dalin tonë kohën primare dhe po i shikojnë ato që janë të merë. Me që janë përdorur më shpesh. Për derisa prindi, një prinda, kushtimisht është i vetëdijshëm sa e dëmshme është kjo, edhe e bën qëllimisht, atëherë s'ka justifikim. Në rastet kur ndoshta një prind nuk është shumë i vetëdijshëm sa është i rrezikshëm, në radhë pa në aspektin shëndetësor, lirimi i rrezeve, zverdhja, lodhja, skuqja e syve, ku janë pastaj ato psiqike që i përmendi? Po, si që e the edhe te varësia, është shumë i rëndësi të vrihet për para se të hyjë në varësinë somatike. Varësia somatike është pjesa, do me thonë, e fundit, në për të cilën arrin fëmijë ose njeriu pak më i rritur ose varësisht moshës në të cilën ai e ka. Nëse veç arrin kjo duhet patjetër të trajtohet, ka lloje të ndryshme të trajtimit të varësisë somatike, edhe pse shumica e prindve tash kanë filluar, siç thash edhe më herët, të vëdësohen dhe të kërkojnë ndihmë. Është e pashmangshme. Nëse ka hyrë në varësi somatike, atëherë është faza e fundit. Që thash dhe trajtimi është i pashmangshëm. Sepse edhe në mjekësi tashmë po figuron si smundje varësia nga Facebooku, domethënë varësia nga rrjetet sociale. Është para mendoni ku kemi mbri. Disa studime amerikane, varësia nga interneti quhet mileniumi i drogës re. Është tamam si një sikur njerëzit që janë të varur nga drogat e ndryshme, ashtu ndikon njëjtë në psiqikën e tyre edhe varësia nga interneti. Unë do t'isha lidhe edhe pak me që jemi emisioni për familje, ma shumë i kushtohet ndoshta prindërve. Nga ajo që ne shohim në terren çdo ditë, e shohim që një numër i madh i prindërve nuk janë të vetëdijshëm për këtë problematik. Më thënë, ne po jetojmë Prishtinë, ashta në një rreth pak më të ngritën, do të kisha thënë, po në për qytete tjera, fatkeqësisht shumica e prindërve nuk janë të informuar nga rreziqet në internet. Shpesh, ne paraprakisht e kemi bërë një hulumtim të vogël me prindër. Dhe i kemi pyet prindërit, ku e shihni ju rrezikun, a shihni ndonjë rrezik, nëse po, cilat janë ato? Atëherë shumica e prindërve janë përgjigje është problematike për shkak që po rrin shumë kompjuter, shumë telefona, edhe po kanë kjo po reflektohet në mungesën e vogël gjumit, do të thënë kohë të vogël të shkurtuar të gjumit, edhe pastaj po binë me suksese në shkollë. Me thënë problemi kryesor që shihet nga shumica, një pjesë e madhe e prindërve, është kë. Mirë po kur
fillon ti edhe i përmend rreziqe tjera e sheh në fytyrën e tyre që me të vërtetë nuk kanë qenë. Po, çka shohin, nuk është me rëndësi çka që ti ki fizikisht fëmijën aty. Ne kemi bashkëpunim edhe me Departamentin për Krime Kibernetike të Policisë. Shpesh ata na japin informata të ndryshme dhe pikërisht ka ndodhur që fëmijët cilët kanë qenë të përfshirë në krime të ndryshme, kanë qenë fëmijë që kanë ndajtë në shtëpi, edhe kur kanë shku policia, prindi është me rrugë. Si fëmija im kur tankohen, as nuk del, rrin brenda, nuk është e mundën që fëmija im tjetë i përfshim në një krim. Më thënë, kjo duhet na shqetësoj më shumë, si shoqëria dhe si prind. Edhe një shqetësim tjetër e kemi këto isha ndërlidhur tek këto është edhe përdorimi i këtyre rrjeteve sociale pikërisht tek moshat prej 9 e tutje është edhe cyberbullying, apo ngacmimet në rrjetet sociale që janë shumë të shprehuna. Nuk e di te ne çu qëndron ky problem, po në vende tjera është tepër i theksuar, sepse ka raste kur fëmijët kanë përfunduar edhe me vetvrasje për shkak që në rrjetet sociale jo përhap fjalë, ngacmime të ndryshme, të cilat po thuaj se gjithmonë zhvillohen nëpërmes shokësh, mirë po kjo online po merr për masa shumë të mëdha. Shkas më shumti për këto ngacmime janë edhe pikërisht gjërat apo dokumentet, fotografitë e publikuara nga prindërit. Për shembull, nëse një prind sot e dokumenton e qet një fotografi të fëmijës të tij, mas disa vitesh kur ai shkon në shkollë, atëherë fëmijët e kanë shumë të lehtë ta gjejnë ato edhe ta përqeshin, edhe kjo ndikon shumë keq tek fëmijët. Kështu që ne kemi sjell në storie një përmbledhje se do të thonë qysh të disa kampanjave dhe cilat janë vendet më shumë të prikura pikërisht nga kjo cyberbullying. Janë momente shumë të bukura që i përjetoni me fëmijët tuaj dhe një gjë të tillë doni ta ndani edhe me të tjerët. Sot në rrjetet sociale, këtë e keni shumë lehtë ta bëni dhe është mënyra më e mirë që të gjithë të kuptojnë se sa të lumtur jeni ju me të voglin tuaj. Juve ju duket gjithçka mirë, çfarëdo që ai bën, por jo të gjithë e ndajnë këtë mendim. Fotografit, klipet dokumentohen dhe mbeten në internet për vite të tëra, apo monterohen nga dikush edhe për gjithmonë. Si do të ndihet fëmiu juaj kur të sheh veten ndoshta në një situatë qesharake por të palakmueshme kur të rritet? A mund të jetë një fotografi pre e një barcoleti të re në shoqërinë e tij? Është ky një fenomen i cili viteve të fundit po merr hovë. Cyberbullying apo ngacmimet përmes rrjeteve sociale është një temë vërtet shqetësuese. Një ngacmim i tillë merr për masa shumë shpejt dhe është një prej rasteve më të rrezikshme. Personat të cilët ngacmohen përmes internetit kanë predispozitat më të mëdha të bien në depresion. E vendet në të cilat është i shprehur më shumë fenomeni i ngacmimeve mes moshatarëve janë Portugalia, ku një numër i konsiderueshëm i nxënësve e përqeshin njëri tjetrin online. Belgjika, vendet të cilin shqetësues është reagimi i prindërve, të cilët nuk i kanë dalë në mbrojtje fëmijëve të tyre. Rusia, ku ngacmimi është shumë i shprehur përveç online edhe me dhunë fizike. Estonia, në të cilin ngacmimet fillojnë në moshë shumë të hershme. Dhe vendi në të cilin është më i shprehuri cyberbullying është Austria. E pam së bashku edhe storien e Agnesës që kishte të bënte me atë që njihet si cyberbullying. Ndërsa tani do të rikthehem sërish tek ju zonja Tauta, edhe rreth kësaj ju keni bërë hulumtime dhe keni ndoshta çfarë të thoni. Hulumtimet zakonisht bëhen në përgjithësi për gjitha rreziqet edhe ato çka fëmijët bëjnë në internet. Mirë po duke pa se sa i madh është ngacmimi online, apo cyberbullying, apo cyberdhuna, sido që ta quajmë, ne mundohemi që gjatë aktiviteteve tona një vëmendje të veçantë ja japim kësaj tematike. Edhe kemi shpeshherë organizojmë
ligjërata të veçanta vetëm për cyberdhunën. Shumë herë nga mësimdhënësit, nga drejtoritë e shkollave, marrim informacione që shumica e rasteve të dhunës që bëhen në shkolla vijnë pikërisht nga përdorimi i internetit, i rrjeteve sociale, ndoshta paraprakisht nga shtëpia. Ndoshta nisë dhuna në shtëpi mes dy fëmijëve, edhe përfundon në shkollë, ndoshta me pjesëmarrje shumë të madhe. Diçka tjetër, një rrezik shumë i madh është te cyberdhuna, e kam fjalën, sepse audienca është shumë e madhe, derisa te dhuna fizike mund përfshihen 2 vet, 5 vet, 10 vet, te dhuna kibernetike ma nuk dihet aty sa është audienca e madhe, kush mund ta shikoj. Kjo pastaj ndikon në psikologjinë e fëmijës, ai gjithmonë ka me vete atë frikën, a thum ka pa filani, a thu e ka pa ky fotografin time apo atë çka kanë postu. Nga puna në terren, po them ne kemi pas edhe raste kur prindrit na kanë ofru edhe kanë tregu për fëmijën e vet në çfarë të lash është. Kemi pas një vajzë e cila ka qenë para vetvrasjes. Për neve ka qenë, mendoj që ndoshta një puna më e rëndësishme ka qenë kjo që e kemi shpëtu një njeri. Ka raste kur vetë fëmijët paraqiten vullnetar për të treguar te moshatarët e tyre për dhunën që ata e kanë pas prej moshatarëve tjerëve. Ata vetë i mbajnë ligjëratat pastaj tek moshatarët e tyre. Domethënë, kështu funksionon. Ajo çka ne e bëjmë, mundohemi të gjejmë edhe raste kur janë shumë ekstreme edhe pastaj të punojmë, qoftë i ofrojmë edhe ndihmën e psikologut apo psikiatrit, varësisht ku është e nevojshme. Po sa është e mundur që faqeve të vendosen filtrat, të japim një këshill prindërve, se çfarë mund të bëjnë, me këtë duhet bashkëpunojnë? Unë pak më herët e ceka që ndoshta këto gjëra ende nuk janë shumë të rregulluara në mënyrë institucionale. Mirë, po edhe prindërit vetë në shtëpi munden. Ka software apo programe të ndryshme të cilat mund të instalohen në kompjuter, mund të instalohen aplikacione për telefonat të mençur, cilët mundsojnë që prindi ta ketë në mbikëqyrje fëmijën. Me thonë, të bën restriksione të ndryshme, ku ka të drejtë fëmija të hyjë dhe ku jo, të dihen pasvordet që ka përdor fëmijën. Me thonë, është një rregull që prindi duhet të di pasvordat e pajisjes cilën e përdor fëmija. Mënyrë që ta ketë pajisjes, çfarë në rastin e rrjeteve sociale, nëse veç e tin që e kanë rastin? Në rrjetet sociale, nëse veç ne shpesh u japëm këshilla prindërve që ata duhet t'jenë friends me fëmijët e tyre apo t'jenë shok në rrjetet sociale, t'i udhëzojnë vazhdimisht çka bën të publikohet dhe çka nuk bën, mirë po s'pari ata duhet t'i japin shembullin e vet personal, në mënyrë që edhe fëmia e ka prindin zakonisht shembull cilën a duhet prindi ta ketë paswordin e llogarisë së rrjetit social të fëmijës së tij? Ne ju preferojmë zakonisht këshillat, domethënë jo që ne i kemi shpik, po që cilat globalisht ka këshillat shumëta, ju preferojmë që prind të kenë pasvordet, por normalisht në bashkëpunim me fëmijën. Ne mas pari ju themi prindërve edhe fëmijëve që ju duhet ta bëni ndoshta një letër memorandumi me prindërit ose një letër mirëkuptimi, ku ju të gjithë do t'i shkruani rregullat, një pas një, dhe do ta firmosni të dytë, do t'i përmbaheni aty në rregullave për përdorimin e internetit. Mënyrë që edhe fëmija t'jetë më i sigurt, po dhe prindit t'jetë më i lehtësuar se çka është fëmija duke bën internet. Nëse fëmijët edhe prind i përmbahen këtyre rregullave, atëherë unë mendoj që nuk do të ketë shumë problem. Dona që ndikon kemë psikologjinë e fëmijëve nëse prindi vetëve që ka pasvordin, sidomos të fëmijët që janë në moshë adoleshencës, për shkak se ata e kanë një privatësi tyre që nuk kanë qef me ditë. Përthuaj se askush përveç atyre që kanë qef një të regu ata. Ata, do me thonë, veç e kanë krijuar pavarësinë e vetë, nëse veç janë adoleshent, dhe do me thonë nëse prindi ose nana ose baba, në varësisht cili, ja u kërkon paswordin, për ata mund të themi se është një lloj ofendimi. Pasi që ata e ndin veten në atë fazën kur prind nuk po i besojnë atij fëmiu. Mirë po kjo është gjithë, dojmos është e preferuar, që prindi ta ketë, por nëse veç e sheh që prindi i filtron ato gjona që ai shiqon edhe gjitha e ka çdo herë në kontroll, besoj që edhe mund ta mos ta ketë, në rast saktuar. Nëse veç e njeh, po pavarësisht to krijojnë një farë lloj fëmiu mund të hulumtoj dhe të sheh çdo gjë. Edhe pse prindi e kontrollon, edhe e sheh edhe gjitha këto. Besoj që ajo nuk është e preferuar për adoleshent.
por në rastet caktume ndoshta nëse shkak sigurie. Ju preferojmë prindërve dhe i këshillojmë këshilla më e madhe është bisedoni me fëmijët. Bisedoni. Nëse ti e mbrin me pas besimin e fëmijës ashtu që si duhet, atë në besoj që nuk do të ketë. Nuk është e nevojshme në fazën e adoleshencës, për arsye se aty vetë fëmiu krijon varësinë e tij, pastaj janë disa ndryshime hormonale, të cilat do me thonë edhe vetë fëmiu bjen prej e tyne. E në rastet caktume, nëse veç e i kërkohet edhe ajo, ai ndoshta për ta hequr qafe, ta them kushtimisht prindin ja jep pasportin edhe kërkon mënyra tjera, hap një llogari tjetër. Po, me emër tjetër. Pastaj donat e tij personale janë krejt tjera. Mirë po, unë me shumë dëshirë isha ndërlidh tek Majlinda që e ceku më herët se ne vetë fëmiju tonë po jepëm hapësirë. Duke ju marrë telefonat menqur, Samsung, iPhone e gjitha këtu me ratë, mund t'ju marrim edhe një më të thjeshtë. Por si që e diskutum edhe para emisionit me zonjën Teuta, është një lloj ofendimi edhe për fëmijun, nëse nuk është në hap me moshatarët e tjerë, se gjithë kanë qëto telefonat që mund të kyqen, do me thënë në Facebook e Twitter e gjitha këto, dhe fëmiju me njëherë kërkon që shoku e ka ta keme dhone e gjitha këto, vetë një prind, shumë të në rasteve, jemi fajtur pse sjellja e fëmiju tonë ka ndryshu. Si shkak i internetit ose i Facebookut të gjitha këtyre. Pikërisht këtu e shoh atë pjesën e vedisimit prindërve. Sepse unë kam di raste kur prindi është detyru të hyjë, ndoshta të marrë kredi për t'i blerë fëmijës telefon të mençur. Thonë, kjo tregon çfarë presioni ka pas prindi nga ana e fëmijës. Edhe nëse prindi është i vetëdijshëm edhe pak a shumë din ta monitoroj edhe ta kontrolloj, atëherë ndoshta edhe nuk duhet t'ia ndaloj fëmijës përdorimin e telefonit, sepse po jetojmë kohë teknologjisë edhe deshtëm ne duhet fëmijët janë rritë me internet edhe nuk mund t'i privojmë diçka nga diçka e cila është rand botror. Po. Nëse e bëj bashkëllim me thonë si prind, me bo si lloj ligje që fëmijëve mi u ble telefonat thjesht, do me thonë është më e lehtë, po nëse në momentin e parë që shumica fëmijëve kanë një smartphone dhe veç një fëmijë apo mundohemi me edukuar, ajo nuk është një gjë. A ndihmon përcaktimi kohor i lejimit përdorimit internetit i fëmijëve në këtë rast që të reduktohet rreziku? Unë besoj që po. Një prind i kujdesshëm vendos rregullat, domethënë krahas aktiviteteve tjera, cilat në këtë rast mendoj që janë shpëtim, sepse sa më tepër fëmiu ka aktivitete tjera, ka angazhime tjera, ai sigurisht që do të shpenzojë më pak kohë në internet. Kështu që unë besoj një prind i kujdesshëm mund ta përpilojë një lloj orari për fëmijën e tij, nëse edhe kjo pranohet nëse mundet, sepse shpeshherë fëmijët dinë edhe të protestojnë, dinë edhe të mos respektojnë të rregullat, po unë besoj është një preventive mirë. Me kohë ndoshta edhe fëmijët nëse vazhdimisht ne i flasim, cilat janë rreziqet, pse është mirë që mos të shpenzojë shumë kohë. Ndoshta edhe ti tregojmë shembuj negativ. Po sigurisht, unë besoj që edhe ai bindet që sa më tepër i largohet përdorimit, sidomos disa faqeve të cilat kanë dhunë, janë të pasigurta, kjo do të kontribuojë edhe në mirëqenien e tij, në radhë të parë si një individ i shëndosh i kësaj shoqënie, po edhe si familje në përgjithësi. Mendoj që si teknike ka të shumta, për shembull, unë fëmijëve të mi para një kohe në laptop ja u kam bë userat cilët i kanë ata me kohë caktuar. Nëse ajo ka gjysore, atër pas gjysore ajo shymet kompjuterit dhe ma nuk mundet me edhis. Mirë po, ma rëndësishme është bashkëbisedimi dhe harmonizimi i gjitha këtyreve me fëmin. Nëse arrihet kjo, mendoj që të gjitha, se mundësi teknike ekzistojnë edhe për telefonat menqur, edhe për kompjutera dhe të gjitha. Mirë po, nëse ti e bën kundër vullnetit fëmijës, ai ka me gjetë mundësin tjetër. Për shembull, në hulumtimet tona ka dalë që një pjesë e madhe fëmijëve shikojnë pornografi nga shtëpia e shokut. Ose internet ka foldur. Nëse ti veç ata gjithsesi e gjejnë një rrugë tjetër. Mirë, është me të vërtet një problematik, vetëm duhet përkushtim dhe kohë e prindërve që të gjejnë zgjidhje bashkëpunim me ju dhe me instancat e tjera që fëmijët rrezikohen sa më pak nga kjo dukurime që nuk mund, besoj unë nuk mund të sigurojmë 100%. Atëherë unë më falë, Edon, kisha dashur ta shfrytëzojmë ideën e juve, t'ju tregoj prindërve që ekziston webfaqja
internetisigurt.org, ku ata do të gjejnë këshillat shumëta, do të thonë edhe prindrit edhe fëmijët edhe mësimdhënësit, gjithë ata që janë të interesuar për sigurinë e fëmijëve në internet, le të drejtohen te kjo faqe dhe besoj që ka këshilla të mjaftueshme, po megjithatë jemi edhe ne ku mund të na drejtohen në çdo kohë në ato sa kemi mundësi të ofrojmë ndihmë. Mirë, faleminderit shumë, ju falenderoj të gjithave që qetë pjesë e emisionit tonë Familja ime. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që përzgjodhet Klan Kosovën dhe emisionin tonë për të shoqëruar deri në këto momente. Ne do të rishihemi sërish nesër në 10:50. Mirëmbëjtje.